Në gjimnazin Ali Demi në Vlorë, këtë të mërkur ka mbizotëruar heshtja dhe dhimbja. Një ditëzie për humbjen e 17 vjeçarit Leandro Shametaj, nxënës i vitit të tretë, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident rrugor në bulevardin kryesor të qytetit, teksa kthehej nga puna pak pas mesnate. Në klasën ku Leandro zhvillonte mësimet çdo ditë, sot nuk kishte zhurmë, për lot dhe trishtim. Banka e tij ishte bosh, mbi të, shokët kishin vendosur një buqet me lule, në shenjë kujtimi dhe respekti për mikun e tyre. Atëre, ne shkuam te varrimi i Leandros dhe me thënë të drejtën ishte një ngjarje që ne akoma nuk e besoj që ka ndodhur. Edhe nuk e di se mund të jetë ai momenti kur shkruat bankën bosh atje, por që Leandra punonte pas mësimit, ka qenë në punë kamarie? Po me sa thuhet po, nuk e di me saksi, po që po. Jeni qenë bashkë në klasë me Leandrën, apo jo? Po. Çfarë viti jeni? Viti 3. Viti 3. Po. Leandro, humbi jetën, dhimbje dhe privës. Po, është shumë, nuk e prisnim, ishte shumë e papritur edhe aka mërzitur gjithë. Si ndjeni sot? Shumë keq. Leandro dhe i vllai studionin bashkë në një klasë? Po, në një klasë kemi pasur. Si ishte sot patën? Ishte shumë bosh, shumë lotshëm. Sot nuk keni zhvilluar mësim? Jo, nuk mund të zhvilluar tot mësim. Ju shkuam banes në fundit Po, një shkuam. klasës. E përcollëm me shumë dhimbje. Ishte fëmijë i edukuar me shumë sedër, punëtor, i qetë. Çfarë Bashkëpunës mësim me shokët. ishte mësonte dhe më pas punonte çfarë? Ai ishte nxënës që nuk e linte mësimin dhe njëkohësisht edhe punonte në kohën e lirë mbasdite. Po korrekt në gjithë aktivitetet, në gjithë marrëdhëniet, në gjithë detyrat që jepeshin. Si pat nxënësit e klasës të sot? Shumë të ligështuar, shumë të prekur, shumë situata vështire, rënd, e dhimbshme. Juve çfarë lëndë jepni? Unë jap histori, gjeografi. Kishit në klasë? Po, ishte klasë. E kam pas për 2 vite. Ishte djalë shumë i mirë. Sot banga urita e kishte një buqet me lule. Se kam parë se nga që kemi ndryshuar klasë, unë jam të 12 filla ishte jëja. Ju e shoqëruat sot për banes në fundit vetë gjithë shkolla? Edhe dje që kishte vetë shtëpia, ishte trupi i tij që e pam gjithë. Si jeni ndjerë sot, ose në ditën e vijim nuk do ta kemi në klasë? Shumë keq, shumë bosh. E kupton se unë kisha shoqëri me atë, ziheshim, fajtoheshim. Prapë na marr malli. Shkonda në punë pas dite? Po. Po punonte. Te plazhi vjetë, por nuk më ka thënë lokalin, emrin lokalit. Ai ka dhe një vëlla binjak? Po, edhe një vëlla të vogël. Me vëllan binjak studionin të dy bashkë në një Po, klasë? po, Në të njëjtën bankë? po, në të bank. Atëherë, ju kishit shoqëri, ishit pjesë e një shkolle bashkë? Po, apo jo? kishim dhe shoqëri të përbashkët, më së shumti. Ishte vërtet një djalë shumë shëmbullor, shumë djalë i mirë. Dite të respektonte, ishte minjos për çdo gjë, ishte dhe me mësime vërtet shumë përgjegjës për çdo gjë. Si ka qenë dita sot? Kërë një ardhë në klasë në mëngjes, më pas jemi larguar. Ishte, nuk di ta përshkruaj me shumë dhimbje, di të them që kishte vërtet shumë keqardhje si nga familjarët, si nga shoqëria, nga mësuesit gjithashtu, nga drejtoria e shkollës, senati. Ne vajtëm që të nderonim me pesëmarrjen tonë, sigurisht takuam dhe vllajin Vinjak, i cili nuk ishte në gjendje të mirë, por sadopak mbështetje është mirë besoj.